Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Thea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Thea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Do të takoheni me njëri tjetrin shumë shpejt, dy të dashuruar, ju të dyta, do të takoheni shumë shpejt me njëri tjetrin? Do të keni një takim të shpejti me njëri tjetrin? Po, thot, ju të dy do të takoheni shumë shpejt me njëri tjetrin. Jeni larg, por nuk ka shumë rëndësi largësia, sepse do takoheni dhe do jeni shumë të mrekulluar nga këtë takim. Do jeni shumë falënderues universit, sepse mashkulli juaj ju shikon si një perëndesh të bukurisë, si femrën e tij të përkryer në jetë, si femrën e jetës së tij. Ai është i fokusuar tek pjesa e financave, është pak i mërzitur, por sot kupa juaj me mjalt, ja e që mërzitja dhe ëmbëlsinë. Ka thur ëndra për ju. Është njeri human. Është njeri që ashtu si jep njerëzve në nevojë, ashtu dhe kthe karma. Ka pasur probleme të shumta në jetën e tij, por si për të je mbretëresha e kupave. Një femër e pastër nga ana shpirtërore. Ju të dy do të bëheni shumë shpejt bashk, sepse pjesa e financave është ajo që ju sjell pak si e vështirësi në pjesën e bashkimit, por shumë shpejt ju do të festoni, treshikuar të tregon një festim që do të bëni një festë të madhe për të bashkimin tuaj, sepse kur zotron dashuria në një çift, diçka është e realizueshme. Nuk ka pengesë, nuk ka largësi, nuk ka gjë që i pengon. Dashuria është ajo diçka, ajo gjëja që bashkon dhe në largësi të pafundme. Nuk ka shumë rëndësi ku jeni, ku jetoni, rëndësi ka që ju jeni shumë të dashuruar, keni një energji, një pasion të fortë me njëri tjetrin dhe shumë shpejt do të bëheni të dy bashkëta, do të keni një bashkim të shpejt. Në kë rezonon kjo histori e bukur dashurie? Me akrepin, me demin, me peshoren, me peshqit, me dashin, me gaforen, me luanin dhe me brisjatin. Kurse gërma e parë e emrit apo emrit tuaj mund të jetë gërma L, gërma S, gërma P, G, Z, Z, M, R, D, gërma Q, Y, gërma S dhe gërma E. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Thea Tarot.